në botë, kurse të fjeturit janë veç. Por në qëndër kemi rënë kaq keq, që s'po zgjohemi dot me ballë. Sa pika shiu rënë pi qelq, e për ty, unë se që ndjeva malë. Të nderuar të praneshëm, zonja dhe zotrinj, të nderuar përfaqësues të trupit diplomatik të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, i nderuar misionar Don Antonuka, të nderuar meq të kulturës shqiptare. Sot këtu në bibliotekën e shoqatës Nëna Terezë në Lucern, jemi bashkuar për ta kujtuar dhe nderuar një nga kolosët më të mëdhenj të letërsisë shqiptare dhe botërore, Ismail Kadarej. Ismail Kadarej ka lënë një trashëgimi të pashtyeshme me veprën e tij, ai na ka lidhur me botën dhe ka shpërfaqur shpirtin shqiptar përballë sfidave historike. Jeni të mirëseardhur në këtë mbrëmje përkujtimore kushtuar jetës dhe veprës së tij. Para se të fillojmë programin, ju ftoj të gjithëve për 1 minutë thjeshtje në nderim të jetës dhe veprës së Ismail Kadarejs. Lavdi. Fjallën hyrëse dhe përshëndetje ja japim kryetarit të shoqatës Nën Tereza, zotri Nue Zallit. Të nderuar zonja dhe zotni, i nderuar përfaqësues i ambasadës së Republikës së Shqipërisë, zotri Valen Gashi, e nderuara përfaqësuese e konsulatës së Republikës së Kosovës, zonja Makfire Azemi, i nderuar misionar i misionit katolik shqiptar Don Antonuka, i nderuar kryetari i shoqatës Sali Çekaj, zotri Sahim Tahiraj, një nderim i veçantë për studiuesit dhe lexuesit e Kadarejës këtu të pranishëm, e veçanërisht për shkrimtarin nga Kosova, zotni Ndue Ukaj, kryetarin e shoqatës së shkrimtarëve shqiptar të Mërgatërës, zotri Musa Jopolli, si dhe shkrimtarin e zvicran, zotri Pablo Haller. Më lejoni që shkrimtarin e zvicran Pablo Haller, i cili sonte na ka nderuar me prezencën e tij, ta përshëndetin e gjuhën gjermane. Sehr geehrter Herr Haller, wir fühlen uns sehr geehrt, Sie heute Abend willkommen zu heißen. Wir glauben, dass unser Schriftsteller Ismail Kadarej sowohl die Weltliteratur als auch die Leser auf der ganzen Welt geehrt hat. Zudem möchten wir dem Schweizer Staat und der Schweizer Bevölkerung für ihre Unterstützung danken, die uns die Möglichkeit gibt, unsere Sprache, Kultur und nationale Traditionen zu pflegen und zu fördern. Nochmal vielen Dank für Ihre Anwesenheit. Shoqata humanitare Nën Tereza këtu në Zvicër, këtë ngjarje të sotme, homazh apo përkujtim për shkrimtarin Ismail Kadarej, bashkë me krijues e studius, e bën me qëllimin fisnik, sikur vetë Kadarej e kishte veprën e tij, me idenë universale për civilizimin njerëzor, për lirinë e demokratizimin e shoqërisë. Në secilin popull, individ apo njerëz me këto premisa, të ndërtuar e të pajisur bukur me njohuri për jetën, për çlirimin e shpirtit nga shtypja egoiste e grupeve apo ideologjive, vinë si shpëtimtar për njerëzimin. Ne shqiptarët, dhe besoj edhe me gjerë, e kishim këtë dhërat, ta kemi një Kadarej që bëhet i lexueshëm e i perceptueshëm, po e thuaj në të gjitha gjuhët botërore. Por ky kolos nuk është i rastësishëm në letërsinë e humanizmin shqiptar. Vjen si trashëgimia e lindjes kombëtare, bile që nga mesjeta, kur dolen shkrimtar, humanist dhe mendimtar të përmasës botërore. Ai vetë pranoi se ishte i lumtur që jetoi në kohën e Nën Terezës, tani e shejt. Po ashtu e shkroi dhe i tregoi botës për lartësinë shqiptare që nga antika. Këtë e bëri me njohjen e mirëfillt që kishte për letërsinë, për
historinë që nga mitologjia deri te modernja. Idetë e tij, veprat dhe një lloj lufte që bërin vazhdimsi për rreshtim ka perëndimi, andej ka kultivohet në vazhdimsi liria dhe demokracia, janë shtytje që për herë ta kemi në kujtesë. Ashtu sikur edhe sonte po e kujtojmë gati të gjallë, sikur po na flet këtu, sepse na la pas vepra, ide dhe mesazhe të çmueshme. Edhe biblioteka jonë në shoqatën humanitare Nën Tereza për herë do të jetë me vëllimet e tij në gjuhën shqipe, gjermane dhe angleze për t'u ofruar lexuesve qasjen me volumin e shkrimtarit duke e pasur për krenari kombëtare. Unë ju falenderoj gjithëve për prezencën tuaj, uroj të kemi qaste përjetuese kur flasim për këtë dietar të madh. Të nderuar pranishëm, dëshiroj t'ju njoftoj se me 23 nëntor të viti do të bëhet manifestimi kulturor i radhës, i titulluar Gjurmëve të rrënjeve tona, të cilin e organizojmë në bashkëpunim me Misionin Katolik Shqiptar në Lucern. Ky manifestim i kushtohet 45 vjetorit të marrjes së çmimit Nobel të Nën Terezës dhe shënjëronimit për kthyesit të parë të Biblës në gjuhën latine. Jeni të gjithë të mirëseardhur në këtë datë. Për fund, dua që përzemërsisht t'i falenderoj të gjithë ata dhe ato që kanë ndihmuar në realizimin e kësaj mbrëmje kulturore. Ju falenderoj. Të nderuar të pranishëm, të nderuar përfaqësues të korit diplomatik, konsullor, të nderuar misionar, kryetar të shoqatave, ndjehem shumë e privilegjuar të jem në mesin tuaj sot. Për një ngjarje kaq të rëndësishme që është ngjarja post-mortem për shkrimtarin e madh shqiptar Ismail Kadarin, i cili na bëri krenar të gjithëve dhe veprat e tij mbeten udhërrëfys i gjuhës shqipe dhe udhërrëfys i të gjithë neve. Unë vetëm ju përshëndes për një organizim të tillë dhe shpreh mirënjohjen time për pjesëmarrjen dhe ftesën që na keni bërë në këtë organizim. Ju falenderit shumë. Kam nderin dhe privilegjin që sot të jem në mesin tuaj si përfaqësues i Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Zvicër, në këtë mbrëmje kaq të veçantë ku nderohet një prej figurave më të shquara të letërsisë son, shkrimtari i madh Ismail Kadare. Ismail Kadare jo vetëm mbetet dhe është një zë i pashosh në letërsinë shqiptare, por një zë që ka kapërcyer kufit e gjuhës dhe kombit, duke sjell para botës kulturën dhe historinë shqiptare në mënyrë të jashtëzakonshme. Vepra e tij përfaqëson më së miri identitetin ton kombëtar, sfidat dhe triumfet tona dhe për këtë arsye ai mbetet një ambasador unik i kulturës shqiptare në çdo cep të globit. Ky aktivitet jo vetëm që na kujton kontributin monumental të Kadares në fushën e artit letrar, por edhe rolin e tij të vyer në diplomaci dhe ndërtimin e imazhit të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Përmes veprave të tij, ai ka qenë dhe mbetet një model i përkryer i bashkimit të kulturës me diplomacinë, duke bërë të njohur vlerët dhe historinë tonë mbar botës. Në emër të ambasadës son, dëshiroj të shpreh mirënjohjen tonë për këtë organizim të shoqatës humanitare bamirëse Nën Tereza në Zvicër dhe të përgëzoj të gjithë ata që kontribuan në realizimin e këtij eventi, i cili dëshmon edhe një herë rëndësinë që ka trashëgimia kulturore dhe vlerat e përbashkëta në forcimin e lidhjeve mes shqiptarëve kudo që ndodhen. Faleminderit dhe ju uroj një mbrëmje të këndshme, të mbushur me frymëzim nga fjala e pavdekshme e nobelistit ton të pakurorzuar Ismail Kadare. Faleminderit zotri Gashi. Ismail Kadare ishte një zë i fuqishëm jo vetëm në letërsinë shqiptare, por edhe në skenën ndërkombëtare. Ai përfaqësoi zërin e lirë të mendimit dhe krijimit artistik në kohë të vështira. Prej tani ja japim fjalën shkrimtarit shumë të njohur nga Prishtina, Ndue Ukaj, i cili prezanton punimin e tij Ismail Kadare, kryqësime letrare dhe kulturore. Faleminderit shumë. Të nderuar pranishëm, është zakon shumë i bukur në kësaj raste që
përgëzojmë organizatorin për një çast galdimi që na ofron të flasim për njërin prej figurave më shembullore të historisë tonë kulturore, Ismail Kadarein. Unë kam shkruar një tekst jo fort gjatë, ku jam munduar të shkoqes disa nga aspektet e rëndësishme të veprës së tij, me titull Ismail Kadarein, kryqëzime letrare e kulturore. Ju nuk mund ta kuptoni dot se çdo të thot qytet i lirë, sepse ju rritni në robëri. Kështu shkruan Ismail Kadarein në romanin Kronik në Gur, libër ky i botuar në vitin 1971, ku flet për luftën e dytë botërore, të parë nga sytë e një të riu në Gjirokastër, qytetin më të çuditshëm në tokë, siç thot ai, ku kryqëzoheshin histori e kultura e ku qyteti përherë ishte në sundimin e ri. Ishte fëmijë kur u magjeps nga bota e letërsisë dhe që atëherë ëndronte të bëj shkrimtar i madh, por nuk i pëlqente emri Ismail, ndërkaq mbi emrin Kadarein e quante klas, sepse i shkonte një shkrimtari të madh. Prandaj do të ta ndërronte e ta bënte Ismail Hello Kadarein ose Ismail de Kadarein për t'u ngjarë të mëdhenjve si Honoré de Balzac. Dhe djaloshi që rriten në hijen e kështjellës së vjetër në një qytet plot thashëtheme, gjygje, shtëpi me burgje brenda, gra që ngujoshin e nuk dilin kur jashtë, në një qytet që ngjante në një teatër, në moshën e re ndjeni thirrje të brendshme për t'u përkushtuar letërsisë, një thirrje që ishte krejt e pazakontë, tunduese, e mistershme, diçka që dukej sikur u përkiste forcave të epërme. Unë i besova kësaj magjepse ashtu siç i beson njeriu një feje, thot Kadarein. Me këtë besim, ai hyri në portat e letërsisë, i magjepsur nga Macbethi i Shakespeare-it, të cilën lexoi në moshën 11-12 vjeçare. Dhe letërsia u kthye në dashuri më të madhe të jetës së tij, që nisi me veprën frymëzime djaloshare, 1954 e nuk u shua derisa ishte gjallë në tokë, për ta lënë si trashëgimi e testament të amshushëm për breznitë që vinë pas tij, dhe duke volos kështu emrin e tij me shkronjat të arta në historinë tonë kulturore, por njëkohësisht edhe duke zënë vend ballor në hartën e letërsisë botërore si njëri prej shkrimtarëve më të mirë të saj. Kadarein kur hyri në botën e artit, e keqja komuniste kishte pllakos mbi jetën shqiptare dhe përballë kësaj gjendje, përmes gjuhës, thelbit të ekzistencës njerëzore, ai u kundërvy të keqes, duke krijuar një univers letrar estetik mahnec, plot dhimbje, mistere, ku kryqëzohen udhë e kultura, kohë e epoka, ku duken plaseritje të thella të tokës e çarje të lartësive qiellore, një botë për plot çuditëra, moskuptime, kuptime të shumëfishta e mistere të përreshme, siç është vërtet bota njerëzore. Dhe në një Shqipëri të izoluar në thundrën e regjimit despotik, Kadarein përmes genialitetit krijues e afirmoi të bukurën e mirëfillt, duke u kthyer në një lloj rojtari të saj. Eseja Kadareis, identiteti europian i shqiptarëve, është një nga trajtesat më të bukura që është bërë identitetit shqiptar dhe shërben si manual për sësën kohë, identitet të cilën ai ka mishruar e manifestuar në shumë vepra artistike, duke u dhënë për masën e përhershme perëndimore të shqiptarëve. Pikërisht kjo është arsyeja pse në veprën e tij figura e Gjergj Kastriotit Skënderbeut zë vend esencial, nga që amshushmëria e tij ka volos diçka të shenjtë në historinë shqiptare. Skënderbeu përshkon veprën e Kadarein si frymë, ide e shpirt në funksion të ndarjes mes lirisë dhe robërisë. Në këtë aspekt, identiteti i letërsisë së Kadarein si tematik e filozofi është rrjedhimi i idesë që përfaqëson Skënderbeu. Te romani Kamarja Turpit, Kadarein thotë: Shqipëria nuk bëhet me pasha, por me princ. Duke shtuar se Skënderbeu vërtet kishte pak topa ushtri, por ai kishte një ide të madhe. Dhe për këtë Shqipëria i shkoi pas tij dhe jo atyre që përfaqësonin konceptin e truallit e të topave. Kjo përmas e veprës së tij e ka bërë që ta konsakroj Kadarein në rolin e interpretetit të thellë të qytetërimit shqiptar, shkruan studiuesi Mateo Mandala. Kadarein figurën e Kastriotit të trajton me devocion edhe te libri monumental Mosmarrveshja, Shqipëria përballë vetvetes, ku përveç se i shtjellon me reducion mosmarrveshjet historike shqiptare, la një testament të përhershëm duke thënë: Gjergj Kastrioti i duhet Shqipërisë, jo si luks, por si gur i themelit. Koha ai kishte treguar se pa Shqipërinë ai jetonte, kurse Shqipëria s'bënte dot pa të. Gjithë kryeqyteti vetëm një gjë ka në gojë, thot Kadarein, luftën. E pa Skënderbeun, pyesin, përsa marrin vesh që e kthyen nga Shqipëria. Nuk e din ata se, po e pa njerë Skënderbeun, nuk e shemë këtë botë.
Pra turqit e dinin që betejë e tyre për ta mposhtë Shqipërinë ishte e pazakontë, sepse duhet ta zhduknin ato që nuk zhdukej, heroin e tyre. Shqipëria duhet të ndahet prej Skënderbeut, thojnë kronika turke. Kjo është vetëm zgjedhje, tha kryeviç El Haxhi. Mirë po, ai po bën çmos për të kundërtën dhe Shqipëria si shqitet atij. Në librin Viti i mrapsht, Kadareja flet për çmësimin e shqiptarëve me shtetin dhe figura e Kastriotit nuk paraqitet shpesh, por përbën një pikë të rëndësishme në funksion të shtjellimit të ngjarjes, të ballafaqimit të dy ideve për Shqipërinë e këtij viti, e që për më tepër lidhet me Shqipërinë e përhershme dhe historike. Në roman, Gjergji është kufirit që ndal palet, si nata ditën. Ai ndon qetën e Shëstanverdhës dhe të Kuzbabajit e të Esadistëve. Gjergj Kastrioti është pres dhe Shëstanverdha me devocion e besim kryqëzohet si Krishti në kryq për idealet e lirisë dhe duke u kryqëzuar i dëgjon këmbanat e një kishe që dukej se, thot teksti, vinin nga manastiri e Ardenicës, atje ku 400 vjet më parë Gjergj Kastrioti kishte vënë kuror me princesh Donik Komelinin. Ky libër u shkrua në një klim të zëmt dhe në një kohë ku religioni në Shqipëri ishte ndaluar. Por aty vret ndikimi i Biblës, me çka Kadareja e goditi frymën ateiste në Shqipëri dhe njëkohësisht tregoi shtratin kulturor të përkatësisë së veprës së tij dhe lidhjeve me Biblën, si vepër me ndikim të pafund në çutetrimin perëndimor. Shëstanverdha, heroi i këtij romani, bjen në altarin e lirisë si Krisht i kryqëzuar, në një atmosferë që lexuesit ja kujton imazhet e kryqëzimit të Krishtit. Thot teksti, kishte rënë nata dhe në dritën e pishtareve, flokët e verë të Shëstanit ndonse të langosura vende me gjak për ndritin zbet. Ishte ndoshta ajo për ndritje që shkaktonte hije frikë në sytë e sadistëve, nga që ai u dukej si i kryqëzuar. Romani Nata me hënë është një libër tjetër i botuar në vitin 1985 në një klim të ashpër politike dhe mënyrë u ndaluar nga regjimi, sepse aty Kadareja nuk flet për lumturinë komuniste, por flet për Marianën, një vajzë që deshe marrë një qafë për një thashështhem, ku përzihet shteti e partia me gjithë aparatin e tij. Por ajo triumfon, i mund të gjithë dhe sjell një djalë në jetë duke u shfaq, thot teksti, si një shënmëri e re që ishte shfaqur në kohën ku pritej më pak. Kjo ishte mesha e lirisë që predikonte Kadareja. Pra vepra Kadarejës është e vlefshme dhe me ndikim të madh për përmasën kulturore, gjuhësore, identitare e para së gjithash estetike. Kadareja është shkrimtar i madh, rrojtar i zbukurës e i lirisë njerëzore, flamurtar i identitetit evropian të shqiptarëve dhe krijues i mirëfillt i vlerave të amshueshme artistike. Dhe përcjellja e tij nga kjo botë në një skenë madhështore në duart e bashkuara në lutjet të Shënën Terezës, sikur e përmbyllte në mënyrën më sublime një mision të shejtë, po vulloste diçka të pashlyeshme në historinë shqiptare. Faleminderit shumë.
Heute Abend haben wir den bekannten Schweizer Schriftsteller Pablo Haller unter uns, der über Caderets Buch Spiritus sprechen wird. Sein Werk trägt den Titel Der überwachenden Überwachen. Falmin Shum, Mimrama. Wer überwacht den Überwacher? Poesie zu Ismail Caderets Werk Spiritus. Who controls the control man? William S. Burroughs. 1. Ich kam von Osten, mitten im Sommer, von Prizren nach Tirana mit Ziel Istanbul. Die umgekehrte Route der Türken, wenn man so will. Am Skanderbegplatz spuckte mich der Bus aus, gleich neben dem 15-Stöcker, dem Tirana International Hotel, für dessen Eingeweide ich mich interessierte. Unter dem Palast der Albträume, in Kellergängen und Zwischenräumen, soll es der Geheimpolizei gelungen sein, einen Geist zu verhaften. Bei meiner Ankunft erschienen alle erschöpft in der Stadt. Die Gluthitze hatte sie fertig gemacht, sogar die Verrückten krakeelten nicht. Sie tranken ihren Kaffee, rauchten ihren Tabak, vertrieben sich die Zeit. Sie waren wie die Geister, die ich suchte, aber lebendig. Einer erzählte, als der Diktator starb, kam ich nach Hause und sagte zu meiner Frau, der Diktator ist tot. Sie schaute mich erschrocken an und sagte, Psst, was, wenn er uns hört? Über gefangen genommene Gespenster wusste niemand was zu berichten. Ein weiteres Hirngespinst in diesem von Mythen und Sagen durchweichten Land. 2. Oben beim See lachte mich eine Studentin aus. Die Ohren in den Wänden wären Mikrofone gewesen. Die Stimme des Gespenstes, das Schleifen und Klicken des Tonbandgeräts. Ich habe Mitleid, sagte sie heiter, mit den armen Schweinen, die sich diesen Stuss tagtäglich anhören mussten, den die Leute sprachen. Die Geschichte der Spiritisten und Doppelgänger klinge nach einem Coup der Tourismusindustrie. Sei man paranoid genug, werde irgendwas irgendwann irgendwie eintreten. Weil es ja nicht weitergehen würde, wenn nicht irgendwas passieren würde. Der Diktator wirkte wie ein Gott, doch er war bloß der Zauberer von Oz. Und als die Maske der Macht fiel, war das Gesicht übersät von Pickeln in Form von Bunkern. 3. Zurück am Skanderbegplatz stieß ich beim Schmökern im Adrion-Buchladen eher zufällig auf eine deutschsprachige Ausgabe von Spiritus von Ismail Kadare. Ich las es später, als der Kar über die Kiespiste am Ochritsee ruckelte. So war es also, die Schnitzeljagd, der Geisterfang. Das, was mich interessiert und in Bann geschlagen hatte, war die schief nacherzählte Handlung eines Romans. Bei zu vielen Marlboros, bei zu vielen Peja-Bieren, bei zu viel Rakia, und vielleicht hatte ich ja alles falsch verstanden. Auch das Hotel mit den 15 Stockwerken hatte nichts, aber auch rein gar nichts damit zu tun. Aber vielleicht hatte ich ja bei zu vielen Marlboros, bei zu vielen Peja-Bieren, bei zu viel Rakia alles falsch verstanden. Das Einzige, was ich wusste, war, dass eines der Gespenster Albaniens am westlichen Rand von Tirana in der Erde lag. Es wurde nie gefangen und starb unverdientermaßen eines natürlichen Todes. 4. Who controls the control man? Die Prinzessin ist eine Wanze. Sie tanzt mit der Diktatur, die allzu oft nach altem Mann riecht. Wer überwacht den Überwacher? Wenn er Geister beschwört, die er nicht kennt, und wer hört es sich an, das ganze Geplapper, während die Nacht brennt?
Das Feuer galoppiert wie eine Stute, während die Zeit gefroren für 4 Dekaden. Im sinnlosen Sommer lärmen Zikaden, im törichten Winter knallt die Rute. Während die Nacht brennt, während die Zeit erwacht, während die Betrunkenen immer noch fallen in Girocastra aufs Häuserdach, während der General der Toten Armee Krieg führt gegen Schlamm und Matsch. Der Diktator wirkte wie ein Gott, aber er war bloß der Zauberer von Oz. Folgt mir Parisi, kryqëteti i kulturës. Këtu guri dhe mërmeri shëndrojnë në mirë kuptim të plot. Këtu klasikët dhe bashkohorët dëgjohen për mrekulli. Këtu ku veprat e Shakespeare, Baudelaire, Kadare, Borges, Marquez janë në të njëjtën dritare. Në Paris nuk është lehtë të marrësh emër. Nuk është lehtë të krijosh mbetësinë. Edhe po ndodhi kjo ta krijosh, ende më vështirë është ta ruash. Kadare më thëtë se kjo është thonë fjalia më qellueshme që ka mund të thuhet për te. Është vështirë të ruhet emrin në Paris. Emri që dha letrave shqipe, generali i ushtrisë së vdekur 1970 i përkthyer nga një shkollar në Paris, një shembullor, një figurë urtësie, i familjes aristokrate me kulturë universale, shpirti i jetës bashkëkohore i quajtur Jusuf Vrioni. Viti 1977. Kadare të Bernard Pivot në emisionin Apostrof, emisionin më i shikuar i gjithë shekujve prej një akademiku si që është Bernard Pivot. Në Albane, një shqiptar. Një shqiptar në rangun e shkrimtarëve të mëdhenj të botës, vetja më duke rëndësishëm në prani që kisha intelektuar francez në shoqëritë asaj nate. Albane, sa bukur me tingëllon ky emër. Bernard Pivot bën pyetje Kadares. Thuat se jeni realizmi socialist. Përgjigjja Kadares. Përderisa ju me lexoni dhe me pëlqeni, shtethemon. Përgjigje kjo e një krijuesi në kulturë të lartë. Fenomenale. Atë dëgjova për herë të parë të propozohet Kadare për çmimin Nobel, nobelisti ynë shqiptar. Po të ishte sot Shakespeare, Apollinaire, Borges, Zweig, po edhe Beethoven e Mozart, Kadare do të ishte në skenë me ta, derisa Butler do të pak ishte zili. Një këtë është si tjetër takimi letrar në Salon du Livre, Saloni i Librit, që majtë në Grand Palais, ku Ismaili zinte vend të madh, aty shkrimtari ynë me lexuese nga tërë bota ishte në takim. Ishte edhe takimi im, bile isha i privilegjuar. Është 15 maj, dhjetori i 1999-s, në qytetin e bukur të Parisit, në qytetin e kulturës, diplomacisë ndërkombëtare në opera, në këtë mashti të rrallë nga historia, po edhe nga arkitektura, është festa e librit. Në mesin e 200 autorët e zgjedhur, është Ismail Kadare. Për mua që një privilegj i madh, por mashtia u rrit kur gjen tani tetës tonë me shkrimtarin ton Kadare. Në intervistë që dha organizatori i festit e librit zotri Ala Gritori, në Figaro Magazin, pyetja gazetarit se cilët janë të preferuar të kësaj feste të madhe, ai u përgjigj. Ka shumë që dëshiroj t'i citoj. Kontesa e Parisit, Valéry Giscard d'Estaing, Pierre Berger, presidenti i operës Pierre Cambasco, çmimi Kongo 1990 në Sebastian Chaprizo, pastaj Raymond Devos dhe l'Albanais Ismail Kadare. Intervista e parë kur Kadare mori azil politik në Francë, dhe në shtypjet shqiptar ishte intervista ime që botoj zeri 1991. Po këtë vit, në pallatin e Kleberit, Kadare fitoi çmimin e reja drejtave të mirë me romanin Pallati ëndrave në prani të Elizabeth Guigou, ministre e aferave të Evropës. Solemnitetin e hapi presidenti Nouveau Droit de l'Homme, zoti Pierre Bercis, i cili dhe të tjera tha, ky është një çmim ekcepsional. Eksepsional, pasi që këtë çmim do të adhuroj zonja Guigou, ministre e ngarkuar për çështjen e Evropës. Eksepsional, pasi që ky çmim i ndahet njërit prej autorëve eksepsional të Evropës, shqiptarit Ismail Kadare, një ma prej të mëdhenjve. Me fjalën e vet Ismail Kadare falendoi gjithë të pranishmit, foli pastaj për kulturën e lashtë të popullit shqiptar dhe me vendje të posaçme për shqiptarët në Kosovë. Në 1992 e pritja rrugove në Paris,
dhe këtu do të takoj rrugove me Kadaren. Ishte takimi parë mes dy burrave në Paris, ikonave të kombit. Tema ishte kamptare, saja Derdonis, aja Shqipëris. Biseda bate gëtësi, ide filozofit e njerëzit të mdhej. Afemim e njohen me Evropën e me largë, ishte temë në atë mesnatë parizjene. 1996, Ismail Kadaren Akademia e Shkencave Morale dhe Politike të Francës. Akademiku Henri Amoureux tha, Ismail Kadare është njëri prej kryuesve më të mëdhenj të kohës, derisa presidenti, zoti Platnej, ndër të tjera u shpreh. Një shqiptar, një përfaqësues eminent i një kombë me kulturë më të urtone të Ballkanit. Jeni një shkrimtar shqiptar që keni shkruar për Kosovën tragedinë e saj. Zhvend se Kosovën në jetën tuaj dhe në mendimet e juaja. Kadare. Askush nuk mund të mburret se Kosova ka zënë vend që duhej në jetën ose në veprën e tij. Mendoj se ai rrugë ka marrë gjithmonë me pak se shmeriton. Kam shkruar dhe botuar vjershe në parë me 1966, kur është e vështirë të shkruaj e të përmendje. Që nga ajo kohë jam përpjekur që të ndihet natyrshëm në veprën time e më shumë në mendimet e mia. Para 30 vjetësh kam qenë i lumtur kur romani i shkurtër, Krushet i ngrirë, i shkruar i botuar 50 vjet më parë, me mbrit i botuar në anglisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i përthyer nga miku i madh i letrave shqipe dhe Shqipërisë, Robert Elsi. Dy fotografitë më të preferuara sipas Kadares janë ajo me Nën Terezën dhe ajo me Lazbush Paradecin. Kadare, politik, apolitik, veprat e tij besin. Ju falenderoj. Dhe tani, ka radhën, ligjëruesi i radhës është Abbas Feyzullahu, i cili prezanton punimin Veprimtaria e Ismail Kadares në shërbim të kulturës dhe diplomacisë. Sot në këtë tubim, me 19 vardhor, 2024 të organizuar kulturor nga organizatori, përkujtojmë dhe nderojmë bashkë me ju të nderuar të pranishëm dy figura që veprimtaria e tyre jetësore për bamirësi dhe kulturë ishin dhe janë margaritarët me vlerë kombëtare dhe ndërkombëtare. Nën Tereza Gonxhe Bojaxhiu, 21 vjet më parë, me 19 vardhor, vitit 2003 u shpall e lumturuar, kurse në vitin 2016 edhe shenjtore nga Papa Gjan Pali II. Ndërsa, sot 110 ditë më parë, me 1 kortor, 2024, ndroi jetë shkrimtari Ismail Kadare, i mirënjohur, jo vetëm në hapësirat gjeografike shqiptare, por dhe ndërkombëtare. Trashëgimia kulturore kombëtare shqiptare ka qenë dhe është pasuri me vlerë dhe burim i pashtershëm, shfrytëzimi për hulumtues, studiues, krijues letrar në shumë drejtime, nëse ky thesar shfrytëzohet me kujdes në kohë dhe hapësirë. Këtë pasuri, me shumë mjeshtri e ka shfrytëzuar, përpunuar, plotësuar, zgjeruar Ismail Kadare në krijimtarinë e tij letrare në shumë drejtime dhe në shenjë mirënjohje dhe falenderimi ja kthen si dhuratë me shumë vlerë trashëgimisë kulturore kombëtare me botimin e librave të tija të shkruara dhe të përkthyera në më shumë se 55 gjuhë të ndryshme botërore. Për zgjuarësi dhe aftësi krijuese të Ismail Kadares si dëshmi nga jetëshkrimi i tij po shkpusim këtë thënie. Në moshën 12 vjeçare u arrestua nën akuzën falsifikuars i monedhash. Me që gjatë lojës me shokun e tij kishin krijuar nga plumit i shkrirë një monedhë 5 lekëshe dhe ja kishte treguar gjithkujt me hare. Policia e arrestoi gjatë orës së mësimit në shkollë 2 ditë përpara ditës së votimeve dhe Ismaili bëri 2 ditë burg derisa ndërhyri avokati i Kadarenjve dhe e liruan për shkak të moshës së mitur. Kur ishte 13 vjeç, zbuloi Macbethin, Shakespeare. Dhe kështu lindi dashuria për letërsinë. Në këtë moshë shkroi tregimet e para të cilat i botoi në revistën Pioneri në Tiranë. Nëse me kujdes analizohen
nga të gjitha këndvështrimet, veprimtaria e shkrimtarit Ismail Kadare në gjinit letrare si poet, prozator, dramaturg, skenarist, ka arsye dhe dëshmi të mjaftueshme të shtohet edhe ndikimi veprimtarisë e tij edhe në diplomaci, në rrjedhat politike diplomatike që kanë pasur dhe kanë të bëjnë me çështjen kombëtare shqiptare, ende të pazgjedhur mirë e drejt, ashtu siç duhet dhe sot e kësaj dite nga qarqe të ndryshme ndërkombëtare europiane e magjore. Këshillat dhe udhëzimet diplomatike të shkrimtarit Ismail Kadare me renome botërore për delegacionin e Kosovës në Rambujë. Koha i ka dëshmuar që kanë qenë shumë me vlerë, largpamse dhe ndihmes e madhe për delegacionin shqiptar, sepse u ka bërë me dije qëllimet dhe dredhit e Serbisë që shqiptarët, nëse nuk e nënshkruajnë marrëveshjen, të mbeten fajtor, serbët të dalin fitues e shqiptarët humbës. Veprimtaria e shkrimtarit Ismail Kadare ka pasur dhe do të ketë në vazhdimsi ndikim në trashëgiminë kulturore, por dhe ato diplomatike, sepse janë përkthyer veprat e tij në më shumë se 55 gjuhë botërore, që lexohen nga lexues të ndryshëm, po edhe diplomat me shërbime të ndryshme diplomatike, që do të kuptojnë nëse janë të pavarur e të ndërgjegjshëm e të përgjegjshëm lidhur me çështjen ende të zgjidhur të çështjes kombëtare shqiptare dhe mund të ndryshojnë qëndrimet dhe marrin vendime të duhura politike në raste dhe çaste të duhura e të mos bien prej e propagandës shpifse serboslavo dhe përkrahësive të tyre. Kam nxjerrë vetëm dy thënie nga Ismail Kadare për shqiptarët. Kombi shqiptar duhet të binden se është evropian dhe s'ka të bëj me këto. Është evropian, ka rënje evropiane, ka histori evropiane, ka kulturë evropiane, ka kujtesë evropiane, ka gjuhë evropiane. Kjo është asgjë tjetër. Dhe tjetra për serbët. Serbia nga një anë paguan radikalizmin islam, nga ana tjetër ju ankohet fuqive perëndimore duke i paditur ata. Faleminderit për vëmendje, ju kërkoj. Se qëra për mbille, i mbytu në djerë zgjuaj, onën dhe dorën e vurin i qi. Atje, trakte s'ka. Onën ku je, pas pertesh, pas gjamash, po gvindit e re. Onën, por nëna, nuk është më për qark. Diku më kralozi troket, trak. Diçka në përmend ati shpejt i erdh, u hodh drejt nga porta, kuptoj e u zverdh. Në dorë e bolveri në rrugën e shkret, vrapoj në ersir, kudo në qytet. Onën, ku je? Ja, zbardin bimuret së trakte atje. Vrapon, po nuk duket që kundi ajo. Ndal, ndihet tek tuk, vrapo shpejt, vrapo. Nagima vërbyllit, nëndë një përroj. Pas drurve a ju mbështet, e vajtoj. Që birit e flinde i qetë gjerë nagim, me snata për nënën, s'do të ketë mbarim. Faleminderit shumë. Unë kam përzgjedhur veprën e Kadares identiteti evropian i shqiptarëve, apo siç e quaj vetë rënjet perëndimore të shqiptarëve. Kadare ka trajtuar këtë çështje në disa prej librave dhe eseve të tij, duke parë identitetin evropian të shqiptarëve si një komponente të rëndësishme të historisë dhe kulturës së tyre. Ky libër është një reflektim mbi identitetin kombëtar dhe një thirrje për shqiptarët që të riafirmojnë përkatësinë e tyre evropiane në një botë gjithnjëme të globalizuar. Në veprën e tij Identiteti evropian i shqiptarëve, Kadare paraqet një vizion të qartë mbi identitetin kombëtar të shqiptarëve dhe lidhjen e tyre të thellë historike me Evropën. Ai argumenton se shqiptarët kanë një identitet të thellë evropian që është formuar përmes historisë, kulturës dhe traditave të tyre, dhe janë një popull autokton në
gadishullin ilirik me rënjet e lashta që datojnë nga periudhat ilire, duke i bërë ata pjesë integrale të historisë evropiane. Pra, Kadarej përqendrohet në idenë se shqiptarët pavarësisht periudhave të pushtimeve dhe ndikimeve të ndryshme kulturore kanë një identitet thellësisht evropian. Ai thekson se shqiptarët, pavarësisht ndarjeve historike dhe gjeopolitike, kanë qenë gjithmonë pjesë e Evropës, jo vetëm gjeografikisht, por dhe me kulturë dhe histori. Në librat e tij, ai shpesh përshkruan lidhjet e thella të Shqipërisë me Evropën, që nga periudha e antikitetit përmes epokave mesjetare dhe deri në kohët moderne. Ai shqyrton rolin e historisë në formimin e identitetit shqiptar, duke përmendur lidhjet e lashta të shqiptarëve me qytetërimin evropian, si dhe kontributin e tyre në mbrojtjen e Evropës gjatë periudhës së perandorisë osmane. Gjuha dhe kultura shqiptare janë prezantuar si elemente thelbësore që dëshmojnë përkatësinë e shqiptarëve në familjen evropiane. Besimi dhe harmonia fetare. Kadarej thekson rëndësinë e harmonisë fetare ndër shqiptarët, një vlerë që i afron ata me normat evropiane të pluralizmit dhe lirisë fetare. Roli i historisë në formimin e identitetit evropian. Ai përmend rolin e rëndësishëm të krishterrimit si pjesë e rëndësishme e trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore të shqiptarëve, duke i lidhur kështu popullin shqiptar me zhvillimet historike dhe fetare evropiane. Kadarej gjithashtu argumenton se historia ka luajtur një rol thelbësor në formimin e identitetit evropian të shqiptarëve. Luftat për mbijetesë kundër pushtimeve osmane dhe përpjekjet për të ruajtur kulturën dhe gjuhën shqiptare janë shembuj të kësaj lufte për të mbetur pjesë Evropës. Në veprën Identiteti evropian i shqiptarëve, Kadarej nënvizon se pavarësisht periudhave të gjata të sundimeve të huaja, shqiptarët kanë mbajtur një lidhje të fuqishme me trashëgiminë e tyre evropiane. Ballafaqimi me lindjen dhe perëndimin, një aspekt tjetër i rëndësishëm i mendimit të Kadarejs mbi identitetin evropian të shqiptarëve është ballafaqimi i tyre me lindjen dhe perëndimin. Gjatë historisë, Shqipëria ka qenë shpesh në kryqëzim të civilizimeve e cila ka ndikuar në forcimin e identitetit të saj. Ai trajton periudhën e pushtimit osman si një kohë ku shqiptarët i ruajtën elementet e tyre evropiane përkundër presionit të islamizimit dhe orientalizimit. Ai sugjeron që shqiptarët mbeten pjesë e Evropës shpirtërisht dhe kulturalisht, edhe pse ishin në sundimin osman për shumë shekuj. Aspiratat evropiane moderne. Në periudhën pas rënies së komunizmit, Kadarej thekson rëndësinë e integrimit të Shqipërisë në strukturat evropiane si Bashkimi Evropian dhe NATO, si një hap i natyrshëm për shqiptarët që të rikthehen në familjen evropiane, nga e cila sipas tij kur nuk u larguan plotësisht. Ai nxit shqiptarët që të njohin dhe të jenë krenar për identitetin e tyre evropian dhe të punojnë për të forcuar lidhjet e tyre me Evropën. Kam nxjerrë një citat nga vepra, e citoj Kadarej: popullsia shqiptare, ashtu si e gjithë kontinentit evropian, është e bardhë. Ashtu si gjuha, ajo quhet në rastin më të favorshëm pasardhës e ilirëve, në më të pafavorshmen e trako-ilirëve. Historia e Shqipërisë, ashtu si e gjithë gadishullit, gjën në pushtimin otoman, është pjesë e kronikës mesdhetare evropiane. Se Shkodra dhe Berati kanë afërsisht një moshë me Romen, mbyllet citati. Pra, mesazhi i përgjithshëm i Kadarejs është se identiteti shqiptar është pjesë përbërëse e historisë dhe kulturës evropiane dhe shqiptarët kanë aspiruar gjithmonë drejt Evropës, duke ruajtur lidhjet e tyre me të, pavarësisht pengesave historike. Ju falenderoj. Ismail Kadarej do të mbetet për jetë në kujtesën tonë si një nga penat më të ndritura të letërsisë shqiptare dhe asaj botërore. Sot ne nderuam kujtimin e tij, por trashëgimia e tij do të vijojë të frymoj brezat e ardhshëm. Faleminderit që ishit pjesë e kësaj mbrëmje përkujtimore dhe që ndam këtë moment të veçantë së bashku. Dhe juftojmë për një aperitiv të përbashkët ku mund të diskutojmë dhe të ndajmë mendime rreth Kadarejs dhe trashëgimisë së tij.